Këshilli i Investimeve rekomandon nevojën për rritjen e nivelit të shfrytëzimit të skemave të garancisë së kredisë, duke ju referuar konkretisht garancisë sovrane në bujqësi. Në raportin vjetor 2025, Këshilli nënvizon domosdoshmërinë e rishikimit të kostove dhe procedurave administrative për të kontribuar në përmirësimin e aksesit të bizneseve në financim. Në fillim të vitit 2025 është prezantuar skema e garancisë sovrane për bujqësinë, një instrument i ri financiar që synon të përmirësojë aksesin në financim për fermerët dhe agrobizneset në vend. Nisma vjen në kuadër të përpjekjeve për të rritur përdorimin e skemave të garancisë së kredisë dhe për të përmirësuar mundësinë e financimit për sektorin bujqësor. Skema ofron norma interesi të subvencionuara për agrobiznese që variojnë nga 2% deri në 3.5%, ndërsa përmes fondit të garancisë së shtetit mbulohet deri në 70% e shumës së kredisë pa kërkuar kolateral. Ky mekanizëm synon të ulë rrezikun për institucionet financiare dhe të krijojë më shumë mundësi për fermerët që të sigurojnë financim për investime. Programi synon të nxjisë investimet në zonat rurale, të rrisë nivelin e formalizimit të aktiviteteve bujqësore dhe të përmirësojë konkurrentshmërinë e sektorit në treg. Sipas Ministrisë së Bujqësisë, po asistohen fermerët dhe agrobizneset në të gjithë Shqipërinë në mënyrë që ta bëjnë sa më të shfrytëzueshëm këtë instrument. Qeveria shqiptare ka lidhur marrëveshje me 11 banka tregtare në vend për të bërë të mundur aplikimin e garancisë sovrane në sektorin bujqësor. Garancia sovrane me një fond prej 3 miliard lekësh ose 30 milion euro është një instrument që stimulon huadhënien nga bankat për të mundësuar ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme në sektorin e bujqësisë, si dhe fermerëve të pajisur me NIPT, investime për asete fizike dhe teknologjike që rrisin kapacitetet prodhuese, cilësinë e prodhimit dhe eficiencën operacionale të tyre. Sipas marrëveshjes, qeveria merr përsipër të paguajë 70% të huasë marrë nga bankat në rastin kur nuk shlyhet nga huadhënësi, por nuk merr përsipër garantimin e interesave, kamatvonesave dhe penaliteteve apo çdo lloj detyrimi tjetër monetar që buron nga huat. Referuar marrëveshjes, totali i kredive të dhëna nga bankat për një huamarrës nuk duhet të kalojë vlerën prej 250.000 euro dhe afati i kredisë nuk mund të jetë më i ulët se 3 vjet dhe më i lartë se 5 vjet. Megjithatë, deri më tani nuk janë publikuar të dhëna mbi nivelin e përkthitjes së fondeve nga kjo skem, edhe pse më herët është bërë një analizë për të evidentuar problematikat që ka kjo skem dhe arsyen pse nuk ka interes të lartë.